Horoskopi për datën 11 qershor 2025. Dashi. I dashur dash. Hana e plotë e sotme të sjellë një realizim të rëndësishëm për mënyrën se si qëndrimet që mban ndaj botës ndikojnë në rrugën tënde të jetës. Mund të ndjesh dëshirën e papritur për të larguar rutinën e zakonshme dhe për të bërë diçka më freskuese, me kuptim dhe që forcon jetën tënde. Kjo mund të lidhet me marrjen e një lajmi, nisjen e një projekti botues, çështje ligjore, arsimim apo aventura të reja. Në vend të kësaj mund të ndodhë një ndryshim në mënyrën tënde të menduarit, një moment që zgjeron horizontet e tua mendore. Çfarëdo që të dalë tani do të çojë në një rrugë të re lidhur me besimet dhe qëndrimet e tua. Me këtë hënë të plotë mund të jetë sfiduese të përqendrohesh në punët e zakonshme dhe rutinore. Megjithatë, aspekti i sotëm i Mërkurit me Venerën të jep mundësinë për biseda konstruktive dhe mbështetëse. Mendimet e tua do të jenë të shkëlqyera për çështjet financiare dhe ato familjare, dhe siguria në shtëpi do të jetë në qendër të vëmendjes. Dhe duket sikur gjërat po vendosen në vendin e duhur, gjë që sjell qetësi dhe ngushëllim. Këshilla e ditës. Përdor momentin për të rifreskuar qëndrimet dhe për të nisur projekte të reja me besim. Ngjyra me fat jeshile. Koha me fat 8 deri në 9 të mëngjesit. Demi. I dashur dem, çështjet e dhënies dhe marrjes sot mund të arrijnë kulmin, pasi hëna e plotë mund të rrijë në shtëpinë tënde diellore të tetë, shtëpinë e transformimit, të financave të përbashkëta dhe marrëdhënieve intime. Ndonjëherë të kuptuarit e forcave të kundërta mund të ndihmojë të gjesh një mesatare, dhe kjo është pikërisht ajo që hëna e plotë të fton të bësh. Emocionet janë të larta sot, sidomos kur bëhet fjalë për para, prona personale apo vlerat themelore dhe respektin. Megjithatë, ka një rrugëkthimi në realitet që kalon përmes balancimit të ekstremeve deri në gjetjen e një mesatare të shëndetshme. Mund të ndodhë një lëvizje e rëndësishme financiare ose një zbulim i thellë në një marrëdhënie intime. Nevoja për mbështetje ose ofrimi i saj është në qendër të vëmendjes. Ky është një moment i fuqishëm për të gjetur forcën tënde duke bërë versionin më i mirë i vetes. Dhe është një kohë e fuqishme për të tërhequr të tjerët për të shijuar një ide, vlerën apo personalitetin tënd. Mund të marrësh lajme të ngrohta, të këndshme dhe premtuese. Ndihesh i kuptuar, i kujdesur dhe i mbështetur. Këshilla e ditës. Balancoj emocionet dhe kërko harmoninë mes dhënies dhe marrjes. Ngjyra me fat e bardha. Koha me fat 12 deri në 1:01 të drekës. Binjakët. Të dashur binjak, sot hëna e plotë ndodh në sektorin tënd të partneriteteve, duke sjellë në drejt emocione të panjohura më parë ose çështje që lidhen me marrëdhëniet. Kjo mund të jetë kulmi i një projekti personal ose një epifani e brendshme që ka patur kohë të piqet në shpirtin tënd. Mund të ndodhë një test për një partneritet, por gjithashtu ka mundësi që të lidhesh më thellë me ndjenjat e tua ose me dikë të veçantë në jetën tënde. Deklaratat emocionale janë të mundshme, sidomos në lidhje me dashurinë apo marrëdhëniet intime. Një qasje e balancuar në lidhje me të tjerët ndihmon që të ndihesh i mbështetur dhe të mbash marrëdhëniet në harmoni. Sot ndjen një gatishmëri për të eksploruar opsione të reja dhe është më e lehtë të shprehësh gjëra që zakonisht i mban për vete ose janë të vështira për të artikuluar. Idetë e reja, sidomos ato që lidhen me përmirësimin e gjendjes financiare, mund të vinë natyrshëm. Kujdesu të vësh re shenjat dhe simbolet e pazakonta, pasi ato mund të ndikojnë shumë në vendimet që do të marrësh. Këshilla e ditës. Qëndro i hapur ndaj ndjenjave dhe ndaj bashkëpunimit të sinqert. Ngjyra me fat kafe. Koha më me fat 2 deri në 3 pasdite. Gaforja. E dashur gafore, me hënën e plotë që ndodh në fillim të ditës, do të kesh një kuptim të rëndësishëm dhe të papritur lidhur me të kaluarën tënde. Do të ndihesh i gatshëm të lësh pas aspekte që të pengojnë rritjen tënde personale dhe të ecësh përpara me shumë lehtësi. Çështjet që lidhen me shëndetin dhe punën janë në qendër të vëmendjes. Nëse ke ndier pak kënaqësi në këtë fushë,
Frika dhe frustrimi mund të dalin në pa në këtë hënë të plot që ndriçon sektorin tënd të shërbimit. Megjithatë, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të ndryshuar rutinën tënde në mënyrë që të ndihesh më mirë me veten. Mund të ndjesh nevojën për të shërbyer të tjerëve dhe mund të kesh vështirësi në menaxhimin e përgjegjësive. Në fund do të ndihesh mirë duke ndihmuar. Mos u merakos shumë nëse të tjerët të vlerësojnë apo jo. Përgjigju për veten tënde dhe bëj atë që ndihesh më mirë rehat nga brenda. Sot bashkëpunimi, miqësia dhe bisedat e hapura kanë një rëndësi të veçantë. Mund të fitosh qartësi mbi ndjenjat që dikush ka për ty ose të shijosh një bisedë të thellë për të ardhmen. Këshilla e ditës: kujdesu për rutinën tënde dhe dëgjo nevojat e zemrës. Ngjyra me fat portokalli, koha me fat 3 deri në 4 pasdite. Luani. I dashur Luan, sot në mëngjes ndodh një hënë e plot në sektorin tënd të krijimtarisë dhe romancës, e cila ndriçon çështje që lidhen me miq, dashurinë dhe qëllime personale. Mund të përjetosh një epifani ose një pikë kthese të rëndësishme në jetën tënde emocionale apo kreative. Dëgjo zemrën tënde, sepse do të zbulojë ndjenjat të tua të vërteta për dikë ose për një projekt të veçantë që ti e ke në dorë. Ky kuptim i ri do të ndihmojë të marrësh vendime me kuptim dhe qëndrueshmëri. Ka aspekte të së kaluarës që duhet i lësh pas, sepse nuk të shërbejnë më dhe kjo do të hapë rrugën për një fillim të ri. Megjithatë, keni parasysh që informacionet që merr tani mund të jenë të ngarkuara emocionalisht, prandaj është më mirë të presësh pak para se të marrësh vendime përfundimtare. Ndërkohë, kalimi i Mërkurit Venusi sot sjell energji të lehtë dhe mbështetëse, duke bërë kohën tënde ideale në lidhje me të tjerët dhe duke shijuar miqësinë e mirë. Intuita jote e fortë për çështjet e biznesit dhe financave, si dhe bisedat e thella, do të ndihmojnë në qartësimin e ndjenjave. Këshilla e ditës: jep hapësirë ndjenjave dhe mos nxito në vendime të mëdha. Ngjyra me fat blu, koha me fat 10 çerek deri në 12 paradite. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, sot në mëngjes një hënë e plot në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes të bën të kesh zbulime dhe momente të rëndësishme për të përballuar me kuraje në çështjet familjare ose personale që mund të kesh lënë pak më njëherë për shkak të fokusit të madh në punë ose detyra të jashtme. Ky është një moment që të bën të vesh re imbalancat në menaxhimin e kohës dhe energjisë, duke të nxitur të kërkosh një balancë më të mirë mes jetës private dhe asaj profesionale. Mos nxitoni për të dalë në përfundime. Lejo që situata të qetësojnë dhe merr kohën tënde për të kuptuar thellë çështjet që dalin në pa. Nëse ndihesh i lodhur nga angazhimet e tepërta, është koha të mendosh për pushim dhe rigjenerim, ose të marrësh përsipër disa punë në familje apo shtëpi për të rifituar ekuilibrin. Kalimi i Mërkurit Venus sot favorizon shprehjen e vetvetes, besimin në socializim dhe një qëndrim më pozitiv ndaj jetës. Idetë e tua kalon me lehtësi tek të tjerët dhe mund të gjesh mirëkuptim dhe mbështetje për planet që ke. Është një ditë e shkëlqyer për mësim informal, për mësimdhënie dhe udhëheqje. Këshilla e ditës: kujdes me ritmin tënd. Balancoj energji dhe komuniko me zemër. Ngjyra me fat gri. Koha më e përshtatshme 4 deri në 5:30 pasdite. Peshorja. Hëna e plot ndodh në sektorin tënd të komunikimit duke të nxjerrë në pa atë që ka qëndruar në sipërfaqe. Mund të shohësh një përmbyllje të një projekti, shkrimi, mësimi ose të kesh nevojë urgjente për të zgjidhur çështje që lidhen me udhëtimin dhe komunikimin. Ky moment është shumë i favorshëm për interesat personale, projekte kreative, promovim dhe publikim. Por kujdes me nxitimin. Vendimet e shpejta mund të sjellin probleme. Merr kohë të përpunosh ndjenjat dhe informacionin që të del përpara se të bësh ndryshime të rëndësishme. Sot mund të kesh të bësh me shumë detyra, takime, afate apo lajme që kërkojnë vëmendjen tënde të plotë. Mbyll punët me kolegët me përgjegjësi. Aspekti Mërkur Venus pranë hënës së plotë të jep mundësi të mira për të krijuar lidhje që dëshiron dhe të nxit në procesin tënd krijues edhe nëse po ndjek rrugë të ndryshme. Të tjerët mund të flasin mirë për ty dhe të vlerësojnë atë që sjell ti në tryezë. Ngjyra e fatit
e kaltër pastel. Simbolizon qetësinë dhe komunikimin. Ora me fat 3 deri në 5 pasdite. Këshilla e ditës: përqendro, bëj punën tënde me qetësi dhe prit për frymëzime të reja. Ideja dhe bashkëpunimi janë çelësi i suksesit sot. Akrepi. Hëna e plot sot sjell dritë mbi çështje financiare, sende personale të vlefshme, talente dhe burimet e tua i dashur akrep. Mund të jetë një kthesë në marrëdhëniet e ngushta, çështje parash ose biznes, si dhe një zbulim që të çon drejt ideve të reja dhe të rëndësishme. Ky është një moment për të vënë në rregull menaxhimin e financave dhe burimeve personale, dhe ky kërcënim zgjues në thonjza do të jetë i vlefshëm tani. Hëna e plot ndikon dhe në fusha që lidhen me talentet dhe marrëdhëniet intime, duke sjellë ndjenja dhe zbulime të reja. Megjithatë, mos nxiton në vendimet që bazohen vetëm në ato që ndodhin sot. Fillimisht gjej një rrugë mesatare për të balancuar gjithçka. Është e rëndësishme që të pranosh ndjenjat dhe zbulimet që kanë dalë në pa. Sot mund të shijosh biseda dhe takime që të inspirojnë dhe të rinovojnë shpirtin. Java mund të jetë pak e trazuar, por ka tranzit të këndshëm që të mbështesin dhe të gëzojnë. Përfitime dhe emocione pozitive vijnë nga lidhjet, veçanërisht ato romantike dhe marrëdhëniet. Ngjyra e fatit: bordo e thellë, simboli i fuqisë dhe i pasionit. Këshilla e ditës: merr kohë për të reflektuar dhe mos u nxito në vendimet financiare dhe personale. Koha më e përshtatshme 6 deri në 7 pasdite. Kujdesu për veten dhe lidhjet që të jesh më i plot. Shigjetari. Hëna e plot sot në shenjën tënde i dashur shigjetar mund të sjellë një ndrit ndjenja të fshehura. Ti je në qendër të vëmendjes, të kërkojnë. Njohja e zemrës tënde të jep fuqi që të ecësh përpara. Mund të ndihesh i pakënaqur ose i shqetësuar për situatën aktuale, duke menduar se ka shumë për ty atje jashtë. Nëse kjo të motivon të veprosh, energjia është pozitive. Nëse të lë pa energji, përkujtohu se ajo që ke tani mund të jetë mjaftueshëm për momentin. Kjo hënë e plot mund të sjellë një zbulesë së rëndësishme, ndoshta lidhur me marrëdhëniet, pavarësinë, imazhin dhe shëndetin tënd. Mund të përjetosh një kulm të rëndësishëm dhe nëse është e mundur, merr një orar të lehtë sot. Mërkuri i ditës të ndihmon të kërkosh qartësi në biseda dhe marrëdhënie. Një diskutim i thellë mund të përmirësojë një marrëdhënie dhe tani është më e lehtë të shprehësh ndjenja që më parë mund të kenë qenë të vështira për të shprehur. Është një kohë e mirë për të shijuar punën dhe detyrat, sidomos nëse përfshin dhe element social të këndshëm. Ngjyra e fatit: portokalli e ndezur. Koha më e përshtatshme pasdite 3 deri në 6. Energjitë komunikative dhe sociale janë në kulmin e tyre. Këshilla e ditës: mëso të pranosh atë që ke tani përparëse të kërkosh më shumë. Shpreh ndjenjat e tua me qartësi dhe përdori bisedat si mjet për të forcuar marrëdhëniet. Lësho pak ritmin për të rifreskuar mendjen dhe trupin. Britsjapi. Sot hëna e plot ndriçon sektorin tënd të privatësisë i dashur britsjap. Ky është një hapësirë në diagramin tënd që rrallë shfaqet në dritë, si një dollap i mbyllur që tani po hapet. Ajo që shfaqet mund të jetë befasuese, por gjithashtu mund të çojë drejt ndryshimeve të nevojshme. Lënia pas së kaluarës në mënyrë të qëllimshme është pjesë e këtij procesi, prandaj mos u ngut, sepse ndryshimet kërkojnë kohë. Kjo hënë e plot ndes dëshirën për të shëruar, pushuar, rigjeneruar dhe kujdesur më shumë për veten. Është kohë e përshtatshme për të lidhur me atë që të ka qëndruar fshehur në sipërfaqe dhe për t'i dhënë vëmendje nevojave të tua të brendshme. Aspekti Merkur-Venus favorizon komunikimin me partnerin ose një mik të mirë. Je në një pozicion të shkëlqyer për të arritur marrëveshje, për të bërë sqarime romantike apo për të ndarë momente të bukura me njerëzit që do. Gjëra duken në përmirësim, idetë dhe fjalët rrjedhin lehtë dhe po kërkon pozitivitet në lajmet dhe informacionet që vijnë te ti. Ngjyra e fatit: blu e errët. Koha më e favorshme mëngjesi dhe ora 10 deri në 12, kur intuita dhe komunikimi janë në kulm. Këshilla e ditës: merr kohën tënde për të përpunuar çfarë ka dalë në sipërfaqe dhe mos u ngut për ndryshime të shpejta. Kujdesu për nevojat e tua emocionale dhe komuniko hapur me ata që të duan. Ujori. Hëna e plot e sotme sjell njerëz drejt teje i dashur ujor.
ose ndjes emocione të forta dhe lëvizje në jetën tënde sociale. Ky është një moment kur ndjen brenda vetes një impuls për të nisur një plan të ri ose një projekt që të duket freskues dhe emocionues. Një lloj zgjimi i brendshëm që po të shtyn në veprim. Mund të ndriçohet një çështje shoqërore apo romantike, apo ndjenjat e tua që ke tentuar t'i mbash larg, tani janë të vështira për t'u injoruar. Mund të marrësh ftesa ose një kërkesë të papritur për ndihmë, mbështetje apo shoqëri. Një ndjenjë e këndshme e të qenit të nevojshëm dhe nevoja për të tjerët mund të ndodhë tani. Nëse ndjen mungesë në këtë drejtim, do të dëshirosh të ndryshosh situatën. Energjia mirë për zgjidhjen e problemeve dhe lidhjet pozitive me të tjerët është e pranishme, fal aspektit harmonik të Mërkurit dhe Venusit sot. Bisedat mund të jenë shumë ndihmuese. Dëshira jote e shtuar për të gjetur paqe në jetën familjare, në punë dhe në shtëpi mund të sjellë marrëveshje dhe rrethana më të favorshme. Ngjyra e fatit vjollc. Koha më e përshtatshme pasditje 4 deri në 6:30 pasdite. Këshilla e ditës: hapja ndaj të tjerëve dhe dëgjimi i nevojave të tyre do të sjellë energji pozitive dhe mundësi të reja. Mos hezito të kërkosh ndihmë nëse ndihesh i vetmuar. Peshqit. Hëna e plotë e sotme të vënë në qendër të vëmendjes dhe rrit dukshmërinë tënde gjatë kësaj jave. Ajo ndodhet në majën e hartës tënde diellore, duke të nxitur të kesh vëmendje më shumë ndaj rregullave dhe disiplinës. Tani është momenti i duhur për të menaxhuar më mirë kohën dhe fokusin tënd. Mbajtja e një ndarje të qartë mes jetës personale dhe asaj profesionale apo publike mund të ndihmojë të rikthesh në rrugën e duhur. Mund të shfaqet një mundësi e papritur pune ose ndihmë lidhur me karrierën, shtëpinë ose pronën. Ruaj qetësinë në mënyrë që të përpunosh çfarëdo lloj zbulimi të ri para se të marrësh vendime. Një ndikim tjetër në hartën tënde favorizon harmoninë, marrëdhëniet shkojnë më lehtë, idetë rrjedhin pa pengesa dhe jeta jote romantike dhe sociale po përjeton një ngritje pozitive. Ke fuqinë të komunikosh në mënyrë të këndshme dhe qasja e relaksuar ndaj njerëzve dhe problemeve do të sjellë dobi. Qartësimi i ndjenjave sot është i vlefshëm dhe mund të sjellë kënaqësi. Ngjyra e fatit blu e çelur, simboli i qetësisë, komunikimit dhe frymëzimit. Koha më e favorshme mbrëmje nga ora 7 deri në 9:30, kur energjitë sociale dhe romantike janë më të forta. Këshilla e ditës: ruaj qetësinë dhe qasjen pozitive. Përqendrohu te balanca mes punës dhe jetës personale dhe mos u nxito në vendime. Çdo hap i kujdesshëm do të japë rezultate të mira. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat, në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.